Është mbyllur me sukses turneu final mes 8 më të mirëve të sportit të bilardos, aktiviteti organizuar në mjediset e Grand Hotel Europa nga Federata Shqiptare e Bilardos në bashkëpunim me shoqatën e bilardos Vllaznia. Momenti më kulmor i këtij aktiviteti ishte finalja mes bilardistit nga Durrësi Kushtrim Prenga dhe atij nga Tirana Besart Spahiu, takimi fituar me rezultatin 7-5 nga Durrësaku Prenga, i cili meritoi trofeun përkatës që u dorëzua nga presidenti i Federatës Edmond Loku. Ishte një garë shumë e bukur, shumë emocionale. Komplet turneu ishte emocional, i gjatë, organizim shumë i bukur nga federata. Finalja ishte shumë emocionale, sepse gjithmonë me besin është lojë e fortë dhe si rrjedhoi është emocionale. Po jam si përfundim i lumtur që fitova dhe të falenderoj që më dha rastin me thënë diçka. Dhe fitoria dedikoj çunit tim Bojkinit, që po më shifte nga ekrani. Dhe ja dedikoj atij. Organizim fantastik, jam shumë i kënaqur, do jetë kujtim shumë i bukur. Një kontribut në organizimin e këtij aktiviteti dha dhe shoqata Bilardos Vllaznia me drejtuesi Drit Bibën. Shumë i kënaqur sepse e normale apo ishte arritje për ne në ardhmën e 8 më të mirë të Shqipërisë për sezonin 2025. Kena pretendimet tona normale edhe për monelte, për më mirë për tana. Do mbajmë çmosin për këtë sezon. Po të shtyp për se nuk kena që me folë, se është ka disa vjetë që është në lojtarët më të mirë në Shkodër, po diskutim në Shqipëni, është po diskutueshme. Ushqesa Moheli është një perspektive re, si thonë, është 19 vjeç, shumë djalë i ri, ka dëshirë shumë të madhe. Dhe do shohim si do shkojnë. Na me kanë sa më shumë konkurrues, tash ju e po vetë që tu ka lojtar shumë mirë, pra Shqipënia për dhënë lojtar. Pra ishte Besart Spahiu që përfaqëson Shqipërinë tonë në botënor. Një lojtar shumë klasik e shumë i mirë, por na do bëjmë po mujtën që na mi provu kupat Shkodër, mos milan në për rrethët e Shqipërisë.